في المؤمنين الصادقين رجال Si kompenzohet një ditë që e prish Ramazanin nëse ai e prish pa arsye? Na tham se me jarrit se vapët, ka thon Abdullah ibn Mesud. Ka thon Abdullah Mesudi se me jarrit se vapët e asaj ditës Ramazanit, që e ke ngron pa arsye. Mirë pa arsye. Ai cili e prish Ramazanin pa arsye, me jarrit se vapët e asaj ditës, jetën me agjerusën e mrin. Si kompenzohen? Njani 40 vetë sa s'ka agjeru, a plakshtin i ka ra pishman, tash i ka ardhë argumenti, Allahu ja ka zgjeru gjoksin. Edhe na i thojmë laje borgjë. Qish me la borgjë? A me kamot a pa kamot? Na jena të mendimit se borgjë latë pa kamot, një dit me një dit, 40 vetë, 40 Ramazana, 40 dit, bojnë sa? 1200 dit. Pra vllai dashur ti, nëse ja obligon për çdo ditë 61 dit, herë 1200 dit, sa duhet me agjeruaj? Duhet me jetua dhe 150 vet me la borgjë. Pastaj hajde kallzom një argument, një hadith bene, se ai që e ka prish agjerimin pa arsye, duhet me agjeru 61 dit. Po, e kemi argumentin për atë që e prish agjerimin qëllimisht në kontakt me bashkëshortën e tij gjatë ditës Ramazani. Edhe na pëthojmë këta pejgamberi Allahut na ka tregu. Mirë po ai që e prish agjerimin, jo me kontakt, po me ushqim dhe pirje. E po mira mundet pejgamberi Allahut me vdek mos me na tregu. Njani thot e krahasojmë me atë që e ka prish me kontakt me grua. Kjo është mendimi atinve që thojnë e krahasojmë me ata. Pra mirë be vllau, unë po të pyes diçka. Ka thonë pejgamberi Allahut, ai cili vjell qëllimisht i shti gishta në goj, e prish agjerim. Sa me sa duhet me agjeru? A? Nja me 61, nja me 1. Po nëse thu nja me 1 dhe di se thu nja me 1, po kja me arsye ka prish a pa arsye? A qëllimisht, a jo qëllimisht? E ka prish qëllimisht? Pra dhe ki duhet nja me 61, nëse e krasojnë me të parë. Pra vledhët të ndërshëm nja me 1. Njoni thot let, atërë njerëz e prishin kollaj, e prishin shkojnë gjenem. Nasë se në qua advokat, nasë muj me jarandu dikujt ma shumë se sa Allahu ja karanu. Pra ata kanë qenë disa ulemon në Sponjë, edhe një shpagim, a dosh me shpagu mi ushtjet 60 të varfër. Ata e kanë dru fetvan mbretit, ka thonë 60 dit me agjeru. Pse 60 ka thonë ki ka pare, i liron kollaj. E kanë kundështu krejt djetar, për shkak se Allahu ka prur rejna, dosh me eci pas rejnit. Nëse ka aj, për çdo dit mi liru, ka 60 rob, në ti liroje, çka problem? A më thot, na nëse i thojmë kështu ato kanë pare, mbretot kanë pare, edhe për dit ka 60 i lirojnë, apet gjonat i bojnë. Let i lirojnë, let lirojnë kejt bota, edhe çka problem? Ta tere nuk gjejnë kanë me liru, edhe pastaj ushqejnë të varfërit, se në gjejnë fukara, e pastaj agjerojnë. Ama Allahu nuk ka thonë tije, që ti me aranu ma shumë që Allahu je karanu. Pra vletër të ndërshëm, Allahu a falës, kalon në vend, dhe i ka qelë dirt edhe për ata që i be pishman. 50 vetë ke agjeru bujrën, Allahu ti ka qelë dirt, edhe me kompenzu e ke kollaj. Pra vletër të ndërshëm, 1 me 61 nuk ka argument, nuk ka hadith. Asë një hadith nuk ka. Me pas qenë një gjims hadithi ju kisha thonë, unë po jo thonë se 61 duhet aj që e prish agjerimin gjatë ditës në kontakt me grua. Po ka pe bazojnë hadith, a mos kam hadith, edhe në paperet dikush një hadith, nëse munën me gjetë, po ja pa fat 1000 shekuj. Nëse munët një gjims hadithi me gjetë, të vërtet që ka thonë pejgamberi Allahut, kush e prish qëllimit 61, nuk ka hadith. Për këtë arsye pasi që s'ka hadith, pejgamberi Allahut na ka sqaruar agjerimin, na ka tregu çka e prish, na ka tregu çka e nreq, na ka tregu çish e kompenzojmë, na ka tregu formën e pendimit. A është e mundur që pejgamberi Allahut të vdes që këtë punë mos më na tregu? Nuk është e mundur, për shkak se Allahu ka thonë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ja plotsova dinin tuaj dhe i plotsova dhuntit e mia ndaj jush dhe ja zgjodha islamin fe të juaj. Pra Allahu e ka plotsu dinin Allahut. Dhe thot Imam Malik
kush thot se feja sa plotsu, ka rënë kufër nga se e ka mohuan ajetin që Allah thot e kam plotsu. Pra ndësa kush thot se pejgamberi Allahut ka tradhtu, nuk e ka përcjell çdo send që Allah ka njoftu, dhe ki është në rrezik të besimit të tij, për çka se pejgamberi Allahut çdo send ai ka përcjell, s'ka pshë pejgamberi Allahut asnjë. Lutim Allahun azza wa jall që Allah të jetë i kënaqur me neve. Lutim Allahun azza wa jall që gabimet që i kemi bën në të shprehur Allahut na i fal. Atë që e kemi qellu ka qenë prej onës Allahut. Atë që kemi gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Ne prej këtij vendi dhe këtë çastit kërkojmë falje prej onës Allahut dhe kërkojmë falje dhe halallëk prej juve. Lutim Allahun azza wa jall që Allah që forcon imanin tuaj. Lutim Allahun azza wa jall që për këto kohra të shtrenjta që i keni dhënë në këto ditë të shtrenjta, Allahu që ja kompenzon me Jannatul Firdaus. Lutim Allahun azza wa jall që i gjithashtu dhe ju të na i bani halal, dhe ai që ka dëshirë special të morë me halallëk në veçanti prej atij, let paraqitet, për çkak se ne si tham fillim nuk e kena pas për qëllim diken ta lëndoj. Kena pas për qëllim që të përmendim Allahun azza wa jall, ta mësojmë bashkarisht fen Allahut azza wa jall, atë që Allahu azza wa jall na i ka mësuar. Pra lutim Allahun azza wa jall që Allahu na jatron atë që kemi harruar. Lutim Allahun azza wa jall të na mëson dinin Allahut, nga se me dituri arrijet xhenneti Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.